Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Allahun e falenderojmë, mbi të dërguarin e Allahut, Muhammedin, salavatet më të përzgjedhura i dërgojmë. Të nderuar vëllezër dhe motra, ky është një epizod i veçantë i podcastit Mezhlis, i cili vjen pas muajit të bekuar të Ramazanit. Pasi që e festuam Bajramin, pasi që u gëzuam, ndoshta është koha e duhur për një reflektim, për një analizë dhe për një përkujtim, të cilin ka një kohë të gjatë që e kam ndërmend, edhe do ta shfrytëzoj këtë epizod të podcastit që veten edhe vëllezërit dhe motrat t'ua përkujtoj rëndësinë apo vlerën dhe veçoritë e fesë islame. Ne i dërguari Allahut në ka mësuar që gjatë përmendjes së Allahut në mëngjes dhe mbrëmje ta themi një lutje. Ajo lutje është kështu: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam nabiyan. Që do të thotë, jam i kënaqur me Allahun si Zot. Jam i pajtimit që Allahu të jetë Zoti im. Dhe jam i pajtimit dhe i kënaqur që Islami të jetë feja ime. Dhe jam i kënaqur që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të jetë i dërguari të cilin unë e ndjeki dhe e pasoj. Do të ndalemi tek fjala deklarimi jon i përkatësisë tonë ndaj fesë islame. Njeriu kur deklaron se është musliman apo është i tharë i fesë islame, kjo nuk është një vetëm thjesht deklarat formale, verbale që e thot njeriu, por ajo në vete është deklarat e cila ngërthen kuptime të shumta që esencën e kanë tek përgjigja ndaj thirrjes së Allahut xhallashanuhu dhe përpjekjet e vazhdueshme për t'i kryer obligimet dhe detyrat që Allahu xhallashanuhu na i ka shpallë në Kur'anin famëlart. Allahu xhallashanuhu në Kur'an thot: Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Feja e vetme e pranuar tek Allahu xhallashanuhu është Islami. Po ashtu thot: Wa man yabtaghi ghayra al-Islami dinan falan yuqbala minhu. Dhe ai që pos Islamit kërkon ndonjë fe tjetër, le ta dijë se ajo fe nuk do t'i pranohet. Ajo fe nuk do t'i pranohet. Ne, me deklarimin ton të shahadetit, me thënien e shahadetit, jemi bë musliman. Dhe kjo nënkupton që e kemi pranuar Islamin si një udhërfyes, si një model i jetës, si një sistem i jetës të cilën do të mundohemi që ta praktikojmë në jetën tonë të përditshme. Është fakt se Islami nuk është fe e momentit. Islami nuk është fe e emocioneve të përkohshme. Islami nuk është fe e cila ka afat të zbatimit dhe të aplikimit. Përkundrazi, Islami është fe e jetës, është fe me të cilën njeriu e arrin kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala edhe i fiton apo arrin deri tek fitoria në botën tjetër dhe i fiton shpërblimet e Allahut xhallashanuhu në botën e përjetshme. Islami është bot kuptim të cilin fatkeqësisht shumica prej njerëzve që vetvetes i thojnë musliman, e quajnë vetveten musliman, ndoshta nuk e kanë kuptuar ashtu si duhet. Prandaj në këtë emision, në këtë podcast do të mundohem t'i ceki disa pika, disa veçori që i ka Islami, që me qëllim që e ta rikthej në aktualitet, në realitet, kuptimin e vërtet të asaj kur themi unë jam musliman apo unë i përkas fesë islame. Këto çështje janë çështje që i kanë përmend dietarët dhe para se të fillojmë duke i përmendur këto veçori, deshta vetëm që edhe veten, edhe juve, me ju përkujtu që ne duhet të shprehim mirënjohje dhe falënderim dhe Allahu që na ka bërë të jemi musliman. Allahu në Kur'an thot:
Walaula an hadana Allahu mahtadayna. Po të mos ishte udhëzimi prej Allahut subhanahu wa taala, ne nuk do të ishim të udhëzuar. Ne nuk do ta kishim kuptuar se ku është rruga e cila na çon drejt shpëtimit në këtë botë dhe drejt kënaqësive të pafundta në botën e përjetësisë, në botën e ahiretit. Po ashtu Allahu në Kur'an thot: innaka la tahdi man ahbabt. Ti o Muhammed i drejtohet kujt? Të dërguarit të Allahut. Ti nuk je ai që ka mundësi t'i udhëzon njerëzit. Walakin Allah yahdi man yasha. Allahu është ai i cili i udhëzon ata që ai vet dëshiron t'i udhëzoj. Ata të cilët Allahu i ka përzgjedhur. Dhe pikërisht nga kjo piknisje, nga fakti se Allahu na ka përzgjedhur dhe na ka udhëzuar, duhet të buron dhe të fillon mirënjohja dhe falënderimin dhe Allahu subhanahu wa taala për këtë udhëzim. Elhamdulillahi alladhi hadana li hadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. I falënderuar qoftë Allahu i cili na udhëzoi në këtë, në fenë islame. Dhe po të mos ishte Allahu xhaleshanu, ne asnjëherë nuk do të kishim mundësi që ta udhëzojmë vetveten. Dhe mirënjohja më e mirë është mirënjohja e cila reflektohet apo pasqyrohet në zbatimin e porosive të Allahut në këtë fe madhështore, të cilën Allahu e ka zgjedhur që të jetë feja e fundit dhe mesazhi i fundit, shpallja e fundit, e cila do të jetë e vlefshme dhe të cilën duhet ta ndjekin njerëzit derisa të vjen çasti, momenti i fundit dhe kiameti, dita e dhënies së llogarisë para Allahut subhanahu wa taala. Për veçorive të islamit që i kanë përmend dietarët, e para është se kjo është fe të cilën e ka shpall Allahu subhanahu wa taala. Islami i ka dy kuptime. E ka kuptimin e islamit të përgjithshëm, që do të thotë feja të cilën Allahu ka shpall të gjithë pejgamberëve, duke filluar prej te Ademi deri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ky është kuptimi i përgjithshëm i fjalës el-Islam. Dërsa kuptimi i veçantë që ka të bëjë me muslimanët pas dërgimit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është feja të cilën Allahu xhaleshanuhu ja ka shpall Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nëpërmjet Kur'anit dhe nëpërmjet haditheve që janë po ashtu shpallje, se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk flet nga hamendja, ai e flet atë të cilën Allahu ja ka shpall. Prandaj çdo gjë që ka të bëjë me fen e që e ka thënë i dërguari i Allahut është shpallje prej Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo fe e ka për qëllim të rregullon jetën e njerëzve në këtë botë dhe pastaj nëse ata janë të përkushtuar dhe të përpikt në zbatimin e normave të islamit, për këto gjë Allahu do t'i shpërblen në botën tjetër, në xhenetet e tij të larta, ku ka krijuar atë që syri nuk e ka pa, veshi nuk e ka dëgjuar, as që i ka shku ndërmend njeriut, as që ka pas mundësi të paramendon atë mirësi dhe atë begati që Allahu subhanahu wa taala ja jep. Feja islame është fe e shpallur prej Allahut dhe është feja e vetme për të cilën ka garantuar Allahu xhaleshanuhu se nuk do të ndryshon. Do nuk do të ndodhë ndryshimi sikur se ka ndodhur në shpalljet e mëhershme. Allahu e ka zbritur edhe Tevratin, po njerëzit e kanë ndryshuar atë. Kanë zëvendësuar vendet e fjalëve në Teurat, po ashtu edhe kanë shtuar dhe kanë hequr gjëra prej Tevratit. E njëjta ka ndodhur me Injilin, ndërsa Allahu subhanahu wa taala e ka garantuar dhe e ka mbrojtur Kur'anin. E ka mbrojtur Kur'anin, i cili është shpallja e fundit, dhe Kur'ani, siç e tham, është burimi i parë dhe kryesor i fesë islame, i jurisprudencës, i rregullave, i normave, i besimeve që rrjedhin prej asaj që quhet Islam apo që nënkuptohet se është pjesë e fesë islame. Prandaj ilahiyetul asl, dietar thonë se feja islame e ka bazën në shpalljen apo e ka burimin prej shpalljes së Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo na mjafton që njeriu ta kupton seriozisht
Sikurse Allahu thot në një ajet kuranor, inna sanulqi alayka qawlan thaqila, ne do të shpallim ty fjalë të rënda, fjalë me peshë, fjalë që kanë rëndësi, dhe këto që Allahu i ka përmendur si normat e Islamit, që në shpallje janë me të vërtet gjëra të rëndësishme, dhe besimtari këto gjëra duhet t'i merr me seriozitetin e duhur, jo t'i merr me lehtësime apo me kollajllëk dhe të mendon se unë mund të jam musliman, por musliman i cili nuk i respekton normat islame, nuk i respekton thirrjen e Allahut kur e thret për të falë namaz, apo thirrjen e Allahut për të agjëruar muajin e Ramazanit, apo thirrjet e shumta që me ndalë mosh, dhe krejt këto gjëra janë pjesë të Islamit, edhe besimtari i kupton me seriozitet, dhe këtë thirrje e llogarit si thirrje e cila i drejtohet atij, dhe prej mirënjohjes që Allahu e ka udhëzu, ai mundohet maksimalisht që ta zbaton dhe ta aplikon këtë fe të Allahu subhanahu wa taala. Po ashtu ajo që është shumë e rëndësishme që ta kuptojmë, se kjo fe është e përshtatshme për çdo kohë dhe për çdo vend, për çdo popull, për çdo shtresë shoqërore, sepse është shpallje për Allahut xhalla shanu. Allahu në Kur'an çfarë thot? Ela ya'lamu man khalaq. A nuk avall, thoni se nuk din ai i cili ka krijuar. Allahu na ka krijuar neve të gjithë, dhe me gjithë këto, me gjithë këtë lloj-llojshmëri që ekziston në krijesat e tij. Dhe Allahu e din më së miri se çka e rregullon jetën e njeriut, dhe ku është esenca e lumturisë në këtë botë dhe në botën tjetër. Ela ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Allahu në fund të ajetit thot, Allahu është ai që është i butë, i mëshirshëm, sillet me butësinë ndaj robërve të tij, po ashtu Allahu është el khabir, i cili në hollësi i njeh të gjitha gjërat që kanë të bëjnë me robërit e tij, me njeriu i cili është krijesë që nuk është krijuar pa ndonjë qëllim në këtë botë, por është krijuar për një mision shumë të rëndësishëm. Ai misioni është që ta madhron dhe ta adhuron Allahun xhalla shanuhu wa xhalla xhalaluhu. Për veçorive që i ka Islami, është se Islami është fe, jo vetëm e besimit, e bindjeve, e gjërave që kanë të bëjnë me brendin e njeriut, por është edhe fe e cila ka norma praktike, të cilën dietarët e quajnë sheriat. Jo për veçorive të Islamit është el Islamu dinu el aqidati wa shariati. Islami është fe e besimit. Nuk ka fe e cila në aq nivel të lartë, në aq shkallë të lartë, nuk e ka ngritur çështjen e monoteizmit. Dhe çdo gjë që e cenon, e rrezikon besimin edhe madhrimin e të vetmit Zot që është Allahu subhanahu wa taala, llogaritet se është shirk, është politeizëm i cili e çon njeriu drejt dënimit të pa përfundim në zjarrin e xhehenemit. Allahu në Kur'an thot, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allahu nuk e fal që atij ti barazot apo të besohet se ka dikush që është i barabartë, i ngjajshëm me Allahun subhanahu wa taala. Pse po i cekim këto gjëra të ndëror vëllezër? Se ne, si musliman, pasi që e përfundoj Ramazani, dhe ne në Ramazan dëshmuam se kemi energji, kemi mundësi të falemi, madje të falemi edhe namaz vullnetar, të agjërojmë, të privojmë vetveten nga disa gjëra të lejuara për një kohë të gjatë. Dëshmuam se kemi mundësi me qenë edhe bujar, dordhënës. Dëshmuam se kemi mundësi të lexojmë më tepër prej Kuranit, të meditojmë lehtë Kuranit. A nuk është turp që pasi që të përfundon Ramazani, të kthehemi në avazin e vjetër, kur themi nuk ka kohë për namaz vullnetar, nuk ka kohë për agjërim vullnetar, Kuranin ta braktisim edhe të largohemi prej tij. Jo, përkundrazi, siç e tham, një prej veçorive të Islamit është fe e bindjes së brendshme, se ajo që është shumë e rëndësishme ndëror vëllezër dhe motra, është vullneti. Njeriu nëse ka vullnet, dhe dëshirë të bën diçka, ai do të bëjë çmos për ta realizuar atë që e ka me përdime, si thuhet tek ne në Shkup. Nëse ka qëllimin me të vërtet
të vërtet është qëllimi i paluhatshëm dhe vullnet i paluhatshëm, atë do të mundohet ta realizojë atë. Ndërsa ajo që është problem është se tash, pasi që ka përfunduar Ramazani, sikur tek njerëzit është kthyer ajo luhatje, edhe vullneti është dobësu, prandaj e tregohemi të dopt ndaj sfidave dhe ndaj epsheve të cilat shejtani i shfrytëzon për me na pasivizu, për me ul intensitetin e ibadetit ton, edhe cilësinë, po ashtu, se në Islam është shumë e rëndësishme edhe cilësia e ibadetit, po ashtu edhe intensiteti, edhe sa shpesh i kryem ato adhurime që Allahu i kërkon prej neve. Do të thonë, Islami është fe e besimit, e bindjes, dhe është fe e sheriatit, fe e rregulla e praktike që e rregullojnë raportet mes njeriu dhe Zotit nëpërmjet ibadeteve, i rregullojnë raportet mes njerëzve, po ashtu edhe i rregullon raportet e njerëzve ndaj gjithësisë, ndaj universit, ndaj natyrës, sepse ne në këtë botë Allahu e ka përzgjedh që besimtarët të janë më këmbësit e Allahut subhanahu wa taala, ata të cilët e realizojnë apo e zbatojnë dhe aplikojnë porosinë dhe mesazhin e Allahut subhanahu wa taala. Për veçorive që i ka Islami, dhe këto po i përmendim, siç e thash në fillim, për me i motivu besimtarët që të janë më të zellshëm dhe më të përkushtuar në kryerjen e obligimeve. Feja islame është fe e dorëzimit ndaj Allahut subhanahu wa taala, dorëzimit të plot dhe përpjekjeve të vazhdueshme. Allahu në Kur'an çfarë thot? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. E ti, o Muhammed, adhuroje Zotin tënd, dhe porosia për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam është edhe porosi për besimtarët pas tij. Adhuroje Zotin tënd derisa të vjen bindja. Kur thot bindja, e ka për qëllim momenti i vdekjes, momenti i largimit nga kjo botë. Dhe besimtarët duhet që ta adhurojnë Allahun xhaleshano, të jenë të përkushtuar dhe të përpiqen vazhdimisht që t'i kryejnë obligimet që Allahu i kërkon prej tyre. Një ditë një shok i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam erdh tek i dërguari i Allahut dhe i tha: "Ausini ya Rasulullah", më porositoi dërguari i Allahut. Çfarë i tha? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i tha: "Kul amantu billahi thumma istaqim", thuaj besoj në Allahun, pastaj tregohu i qëndrueshëm dhe i përpikt në këtë rrugë. Do me thonë, në kryerjen e obligimeve që i ke për Allahut. Në ato norma që i përmendëm që janë pjesë të sheriatit të Islamit, janë urdhrat e Allahut, aty janë ndalesat prej Zotit për disa gjëra që nuk duhet t'i bëjmë, dhe përpjekja e njeriu të besimtarit që të jetë në rrugën e drejtë është pikërisht kjo, që ti respekton normat e Allahut, ti kryen obligimet, të largohet prej ndalesave, dhe këto ti bën me një qëllim, me qëllim të madhërimit dhe lartësimit të Allahut subhanahu wa taala, i cili është Zoti ynë. Në Islam adhurimi nuk ka afat. Këtë ndoshta e kemi cekë edhe më herët. Afati është fundi i jetës, e cila është jetë e shkurtër. Edhe as pak nuk është e arsyeshme që njeri ta humb për jetësinë për një diçka që është kalimtare, diçka që është e përkohshme. Një ditë bisedoni me një koleg timin në punë, tha: "A duhet me i llogarit edhe orë të kaluara në gjumë, sikur një pjesë të jetës?" Me siguri që besimtari i llogarit edhe ato momente, i merr parasysh. Nëse ti thua kam jetuar 70 vite, në ato 70 vite, kur ke qenë në gjumë, sa mundën me qenë, sa vite mundën me qenë? Të themi 10 vjet? Jo, pak jo. 20 vjet? Ndoshta 30 vite për atyre 60 viteve i ke kaluar në gjumë, i ke kaluar në një gjendje të vdekjes, sepse është një lloj vdekjes, është edhe gjumi, ku njeriu nuk është i vetëdijshëm për atë që ndodh përreth tij. Prandaj besimtari është shumë i zellshëm, edhe mundohet të shfrytëzon çdo moment për atë që i bën dobi. Imam Ahmedi thoshte: "Nuk jam penduar apo nuk më ka ardhur keq për asgjë, sa më ka ardhur keq për ditën e cila ka kaluar
dhe në atë ditë nuk e kam shtuar adhurimin tim. Do të nuk e kam shtuar për kushtimin dhe adhurimin tim dhe Allahut subhanahu wa ta'ala. Prandaj Islami është fe e përkushtimit, dorëzimit të plot ndaj Allahut, edhe është fe e përpjekjes së vazhdueshme për t'i kryer obligimet dhe për t'u larguar prej gjërave të ndaluara, dhe krejt këto me qëllim që ta madhrojmë dhe ta lartësojmë dhe ta adhurojmë Allahun subhanahu wa ta'ala. Prej veçorive që i ka Islami është se Islami është fe e drejtësisë. Në Islam ka drejtësi ndaj mikut, ka drejtësi ndaj armikut. Në Islam ka drejtësi ndaj njeriut të afërt dhe ndaj njeriut të largët. Drejtësia në Islam e ka burimin e drejtësinë ndaj Allahut, sepse nuk është drejtësi që ne ta adhurojmë dikë tjetër, ta madhrojmë dikë tjetër, ta llogarisim si Zot dikë tjetër, kur ai që na ka kriju, ai që na i ka dhënë të gjitha gjërat që i posedojmë, ai që na ka udhëzuar, është Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe ndoshta ekziston dikush që na ka bërë diçka të mirë, por ajo e mirë që ndoshta dikush na e ka bërë, as që ka mundësi të krahasohet me numrin e madh të begative që na i ka dhënë Allahu. Prandaj drejtësia duhet me fillu nga kjo. Drejtësia jon ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala, duke adhuruar dhe duke madhruar vetëm atë. Allahu në Kur'an thot: "Inna Allaha ya'muru bil 'adl wal ihsan." Me të vërtetë Allahu urdhëron për drejtësi dhe për bamirësi. Drejtësia po ashtu duhet me u pa edhe në atë që ne ja japim çdo kujt të drejtën që i takon. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot: "A'ti kulli dhi haqqin haqqahu." Çdo kujt që e ka ndonjë të drejtë që e ka te ti, jepi atë të drejtë që i takon. Këtë e ka thonë, domethënë Ebu Derdait radiallahu anhu, i cili tërë kohën e ka kaluar në ibadet, edhe natën e ka kaluar në namaz natës, sa që e ka anashkaluar pakës bashkëshortën e tij. Dhe ka njëri prej shokëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe ka treguar këtë hadith dhe i ka thonë çdo kujt jepja të drejtën që i takon, sepse Islami është fe e drejtësisë. Islami është fe e drejtësisë e cila shfaqet edhe ndaj armiqve. Edhe thot se ai i cili është i drejtë është më afër devotshmërisë. Thot Allahu në Kur'an: "Dhe mos t'ju çon padrejtësia që dikush u bën juve, apo armiqësia që dikush u bën juve, t'ju bën që ju të bëheni të padrejtë." Dhe thot: "I'dilu", bëhuni të drejtë, sepse kjo është më afër devotshmërisë. Drejtësia është më afër devotshmërisë. Prandaj besimtari, i cili pas Ramazanit, në të cilën me krenari ka thonë unë jam musliman edhe unë agjeroj edhe i kryej obligimet, duhet këtë ta vazhdon edhe jashtë Ramazanit, edhe ta ketë parasysh se nëse je musliman, atë duhet të jesh i drejtë, duhet të jesh ai i cili drejtësien fillimisht e zbaton ndaj Allahut subhanahu wa taala, duke adhuruar edhe duke e madhruar vetëm atë, po ashtu edhe duke qenë i drejtë ndaj njerëzve tjerë, pa marr parasysh dallimet që i kemi, a është miku jon apo është armiku jon, a është i afër apo i largët apo është i fisit ton. Islami është fe në të cilën këto dallime nuk merren parasysh kur është në pyetje drejtësia. Kur është në pyetje drejtësia, të cilën Allahu na e ka urdhëruar si një imperativ, si një urdhër shumë i rëndësishëm që duhet me qenë pjesë e jetës tonë. Shumica e problemeve të cilat ekzistojnë, mosmarrveshjeve në mesin e muslimanëve dhe në mesin e njerëzve në përgjithësi, shkaku është padrejtësia. Kur njerëzit fillojnë dhe bëhen të padrejtë dhe mundohen ta ruajnë pushtetin e tyre, ta ruajnë pozitën e tyre, bëjnë padrejtësi dhe pastaj me dal nga dal largohen nga mëshira dhe nga ndihma e Allahut subhanahu wa taala, i cili është dorë me ata që janë të drejtë, me ata që janë të sinqertë. Për veçorive që i ka Islami, është fe e arsyes. Asnjë normë, asnjë mësim, asnjë rregull islam nuk është në kundërshtim me arsyeën e shëndosh. Urdhri i parë në Kur'an cili është? Ikra, lexo. Allah në Kur'an po ashtu thot: "Kul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun." Thuaj, o Muhammed, a janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë? Nuk ka mundësi
që të janë të barabartë njerëzit që kanë dituri, që e përdorin logjikën, që e përdorin arsyeën që Allahu ka dhënë, me ata të cilët nuk e kanë shfrytzuar këtë arsye që Allahu ka dhënë për të grumbulluar dituri, cila është dituri e dobishme. Besimtari është ai i cili logjikën e përdor për me i vëzhgu, për me i shiku, për me i analizu shenjat e madhërisë së Allahut në gjithësi. Siru fil ardi, Allahu thot, ecni nëpër tokë, ose do t'ua tregoj argumentet e madhërisë time në horizont edhe në vetveten tuaj derisa t'ju bëhet qartë se Allahu është Zoti i vetëm. Edhe ne si besimtar, si musliman, ndoshta sot jemi në renditjen e fundit të popujve për nga shkenca, për nga dituria, për nga arritjet shkencore. Kështu nuk ka qenë çdo herë. Muslimanët kanë pas periudha të historisë së tyre kur dituria është paguar me ari. Sa ka peshuar libri, aq ari i është dhënë atij njeriu që e ka shkruar atë libër. Kur jo muslimanët kanë mësuar tek muslimanët për shumë lëmi, për matematikë, për logjik, për mjekësi, krejt këto shkenca kanë qenë shkenca në të cilat muslimanët kanë pas kontribut shumë të lartë dhe kanë qenë shkenca të cilat muslimanët e kanë arritur një shkallë të lartë. Ndoshta kanë pasur supremacion, kanë qenë nga njëjës dhe të parët në gjitha lëmit shkencore, ndërsa sot realiteti nuk është ashtu. Edhe ne si musliman, që i themi vetvetes musliman, duhet që ta vlerësojmë diturinë. Dhe jo të jemi për atyre të cilët e nënvlerësojnë njeriu e ditur dhe e vendosin atë në një pozitë të palakmueshme, ku njerëzit nuk e respektojnë e as që, domethënë, kanë qëndrim të duhur ndaj njeriu të ditur. Sot fatkeqësisht kemi edhe realitet ku musliman, fëmijëve të tyre që janë në periudhën e shkollës, në periudhën e studimeve, ju thojnë gjindu, o djalem ose o i vajza ime, sepse tash është koha e atyre që kanë gjinshmëri. Mos u bë shumë i ndershëm, mos u bë shumë i sinqert, po shiko, bëre ndonjë dallavere që të arrish deri tek diploma, madje edhe i paguajnë provimet me para, duke dashje me marr diplomën të cilën nuk e kanë merituar. Nuk e kanë merituar. Po ashtu ajo që deshta ta tham, është se Islami nuk ka asnjë normë e cila është në kundërshtim me arsyeën e shëndosh. Edhe për këtë një dietare ka shkruar në një libër dhe thotë pamundësia e përplasjes mes shpalljes edhe arsyes së shëndosh. Nuk ka mundësi që diçka që ka në shpalljen në Kur'an ose në Sunetin e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam të jetë në kundërshtim, në kundërthënie me arsyeën e shëndosh, sepse arsyeja e shëndosh buron nga gjendja e natyrshmërisë së njeriu, el fitra, në të cilën Allah e ka krijuar dhe ajo vazhdimisht anon ka, Allahu anon ka besimin në vetëm një Zot. Për çështjeve, a veçorive që i ka Islami, është se Islami është fe e cila, nëse praktikohet, Allahu subhanahu wa ta'ala do t'u jep, do të thonë sundim, do t'u jep pushtet, do t'u jep ngadhnim dhe fitore atyre njerëzve të cilët me përpikmëri i zbatojnë parimet e normës dhe normat e fesë islame. Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an thot, Allahu i ka premtuar atyre që besuan për juve dhe atyre që kanë bërë vepra të mira, le yastakhlifannahum fil ardi, do t'ju bën të zotët e tokës, të jenë sundimtarët, pushtetarët e tokës, ashtu siç kanë qenë edhe besimtarët para umetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe do ta bën fenë e tyre dominuese në botë, sikur se ka qenë me shekuj të tërë. Muslimanët kanë qenë dominues, ndërsa sot një numër i madh i muslimanëve ndoshta janë shumë llogaritën si të pavlerë para disa shtete që ndoshta janë shumë shtete më të vogla, e kanë numrin e më të vogël të popullatës, por fatkeqësisht gjendja e muslimanëve është aq e mjerueshme saqë një shtet i vogël me një popullsi shumë të vogël
nuk ka frikë që t'i provokon musliman, që t'i bombardon qytetet e tyre, që të masakron një popullat të tërë në Gaza, edhe muslimant që ndrojnë si një vëzhgues të shurdhur dhe të verbër, sikur nuk janë të pa se çfarë ndodh me vëllezërit e tyre, sikur nuk janë të pa se çfarë ndodh me motrat e tyre, dhe në këtë mënyrë janë shndruar në një, do me thonë, palaço, me të cilin qeshin njerëzit, nga se çdo fjalë që e thonë nuk ka pesh, as që e marrin me seriozitet njerëzit, sepse dalin nga mungesa e besimit, janë fjalë që dalin nga mungesa e bindjes se Allahu xhaleshana apo krenaria e njerëzve, e muslimanëve është në zbatimin e islamit. Këtu dua ta përkujtoj edhe thënien e njohur e Omerit radiallahu anhu, i cili thot: "Nahnu qaumun azzana Allahu bil Islam", ne jemi popull që Allah e ka ngrit me islam. Arabët kanë qenë në shkretëtir, thellë në shkretëtir, dhe bota nuk i ka njohë, sepse ata kanë jetuar në botën e tyre, në atë shkretëtir, në atë ishull që e ka krijuar shkretëtira, ku kanë jetuar të vetmuar, janë marrë me problemet e tyre. Pasi që janë udhëzuar në islam dhe e kanë pranuar islamin, kanë dalë nga ajo shkretëtir dhe e kanë sunduar botën. Për një kohë të shkurtër është krijuar perandoria më e madhe që e ka njohur historia e njerëzimit. Çka është ajo që i nxori, çka është ajo që i bëri që ata të bëhen me të vërtetë më këmbës të Allahut në tokë, të zotët e tokës dhe pushtetarët e botës? I bëri islami. I bëri islami, të cilin ata e kuptuan me seriozitet. E një musliman, i cili vetvetes i thot musliman pas Ramazanit, thamë është moment për reflektim, nuk mundet me thonë se unë jam musliman, ndërkohë mashtroj, gënjej, përgojoj. Kur ndëgjoj ezanin, nuk përgjigjem. Kur vjen puna, atë fitoj diçka me halal, që është më pak, apo të fitoj diçka shumë që është, por është me haram, e zgjedhim haramin, se ajo që është më shumë na mashtron shumë ma lehtë. Kur shejtani luan dhe tallet me neve, kur popujt tallet me neve, kur në aspektin e shkencave jemi në fundin e renditjes të popujve, atë çfarë ne mundemi të kërkojmë? Sa është e sinqert apo sa është e vërtet e deklarata jonë që e tham në fillim, jam i kënaqur që Islami të jetë feja ime. Ose sa është e vërtet ata kur ne themi amantu billahi, besoj në Allahut, në melekët e tij, në të dërguarit e tij, në librat e tij, dhe ato që janë kushtet e imanit që i numrojmë apo i deklarojmë në mënyrë verbale, por kur vjen puna e bindjes dhe aspekti praktik, ndoshta është çështja në të cilën ne dështojmë dhe nuk tregojmë as pak sukses. Edhe veçoria e fundit të cilën e zgjedha për sot është veçoria se Islami është fe e cila e merr parasysh nevojën e individit dhe nevojën e kolektivit. Do të thonë Islami me porositë e tij, me rregullat e tij, me normat e tij, me dispozitat e tij, e ndërton personin si individ, po ashtu edhe e ndërton edhe një shoqëri. Një shoqëri në të cilën njeriu jeton me njeriun tjetër dhe bashkarisht e madhrojnë dhe adhurojnë Allahun dhe i aplikojnë mësimet e kësaj feje. Allahu subhanahu wa taala në shumicën e ajeteve kur flet për obligimet i drejtohet me foljen në shumës, do të thonë i drejtohet kolektivitetit. Po ashtu ka edhe ajete ku Allahu xhaleshanu e thret njeriun si një individ. Do të thonë Islami e ka këtë veçori që e ndërton personalitetin si individ, po ashtu edhe ndërton shoqërinë si një kolektivitet, e ku poenta kryesore është të adhurohet Allahu subhanahu wa taala, të kryhet misioni për të cilin Allahu na ka krijuar, dhe për të arritur këtë, çdo gjë vihet në shërbim të kësaj idesë madhështore. Ajo është liwahiduhu, Allahu na ka, thot Allahu në Kur'an, nuk i kam krijuar njerëzit dhe xhinet me qëllim tjetër përveç se të më adhurojnë. Komentimi të më adhurojnë, do të thonë të më njësojnë, të më llogaritin apo të besojnë në vetëm në Allahun si një Zot i vetëm i cili meriton të adhurohet.
Individi ndërtohet në aspektin moral, në aspektin e adhurimeve që i bën, në aspektin e rregullave, dispozitave të ndalesave që i respekton. Këto pastaj reflektohen edhe në shoqëri. Vetëm një shembull se sa ka qenë kujdesi i muslimanëve për shoqërinë, për ta mbrojtur, do ta marrim shembullin kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot një ditë mendova, apo e kisha si një ide, ta vendosi dikë tjetër që të bëhet imam dhe ta fal namazin në xhami, me musliman që janë në xhami. E unë të dal edhe t'ua kalli shtëpit. Nuk e ka bërë këtë pejgamberi, po vetëm e ka tregu se ka desh me i friksu, me tregu se sa mëkat i madh është që njerëzit nuk vinë në xhami për ta fal namazin në atë vend që Allahu ka urdhëruar që të ndërtohen xhamit në tokë për ta madhruar dhe për ta adhuruar Allahun. Këtë pse e thash se kur ta shikojmë fotografinë e xhamis në Ramazan, në namaz natës, që nuk është namaz i detyrueshëm. Dërsa pas Ramazan, kur ta shikojmë për shembull namazin e sabahut, namazin e drekës, namazin e ikindis, e shohim se si njerëzit sikur për një herë janë zhvesh nga petku i islamit dhe nga petku i imanit, edhe janë kthyer në atë gjendjen e letargjisë, në gjendje të pakujdesis, edhe nuk e din apo nuk janë të vetëdijshëm se Allahu është Zoti i tyre edhe jashtë Ramazanit, dhe sikur janë shndruar në adhurues të Ramazanit, ndërsa e kanë haruar Zotin e Ramazanit dhe Zotin e gjithë çka që ekziston, Allahun subhanahu wa taala. Allahu na lutë që të na vetëdijson, që të na tregon të vërtetën si të vërtetë dhe na motivon të ndjekim atë, na tregon të pavërtetën si të pavërtetë dhe të na largon prej saj, na bën për atyre të cilët e kuptojnë se sa fe madhështore është Islami dhe të mundohen ta jetësojmë Islamin dhe porositë e tij në jetën tonë të përditshme. Allahu ju shpërblet për vëmendjen tuaj dhe deri në rastin tjetër ju përshëndes. Selamu alaikum wa rahmatullah.